Të regjisë? Po, e di pse sepse edhe mbi gjitha për të vazhduar qëndrimin. Më ngacmon situata kjo që e emergjencës, se këtu i gjetim me i marrë lekët, e kupton, Ishte emergjente. Ndërkohë çfarë emergjencash kemi neve? Se s'po them tash hajtë, s'po ka do zotis, na bin tërmetës, na bin zjarre, na bin snodin përmbytje, sidomos tashin thatësirë jo. Në emergjencë kemi shpopullimin. Po. Në emergjencë kemi mungesën e shëndetësisë. Në emergjencë kemi probleme me arsimin. Kemi probleme me sigurinë, siç e pam. Por shif këtu. Kjo është për Shqipërinë, për Tiranën, saktësisht. Neve kemi një problem të madh, të ri tanë hikim. Pse hikin s'blejnë dot shtëpi? Pse kanë shkuar çmimet kacafiu për shkak këtyre parave që na vijnë nga jashtë, dihet me çfarë origjine, potencialisht droga. Këto janë kredite buta për 2026-ën. Po. Këto janë kredite familjeve tona, shihet aty. 1500 familje janë gjithsej dhe është kalkuluar një kosto totale është 15 milion lekë vjet, të reja, ose 150 milion lekë. Për 1500 familje? Po aq është se kredi e but, mush disa përqindjen e bankës t'jep, nuk është se t'jep shtëpinë. Pra ul përqindjen e interesit që t'jep banka, pra jo me interes lart, po ul interesin, bën interes t'ulët. Dhe me vrap dhe njerëzve u pëlqen ajo dhe aplikojnë që t'i marrin kredite buta, 1500 me 150 milion lekë vjetra. Bëni rregull treshi, po me 4 miliard? Sa dush? 40.000. Dakor? Familja. Ke zgjidh problemin e rinis. Në gjithë brezit. Me kredit buta ti e ke mbyll këtë. Pra me i cop koncert, ti heq një problem madhor të familjeve të reja shqiptare. Bëhet fjalë për shtëpinë e parë, nuk bëhet fjalë për loti 2, 3, ku di un vila mbregdete me radhë. Bëhet llav për shtëpinë e parë. Ky është plani zyrtar. Ja kaq lek ka gjësej kur vjen puna për kredite buta. Me mulon 1500 familje. Gjithë qytetet e reja të Shqipërisë, të Tiranës. 1500 familje, kaq. Nëse gjithë Shqipëria këtu është. Një qytet me 1 milion deri 1,5 milion, s'po dim fikse sa hyjnë sa dalin, se ka lëvizje, por rezident normal janë 1 milion, shto dhe njerëz që nuk e kanë këtu pasaportizimin, 1 milion e kusur, pra gjithsej kaq ka. 150 milion lekë vjetra, gjithë vitin. Dhe pastaj shkon vjen një kombëtar me gjithë s'ka asnjë lloj problemi me ata që e pëlqejnë rrymën e tij. 4 miliard direkt aty pas një lloj problemi. Po kemi emergjenca të tjera. Shkon në spital s'ka ilaçe. Shkon në qendra shëndetësore në përfshat s'ka mjek, s'ka fare. Po ti çfarë më thon 4 miliard lekë? 4 miliard lekë do thotë kishin ja 200 mjek specialistë më shumë. Kishin ja 300 mjek përgjithshëm më shumë. Kishin ja 500 infermier më shumë. Me që i morëm nga emergjencët këto para. Po ja, po ju marr një problem. Qendra shëndetësore verore. Po dalim ke mësuesit dhe ke shkollat, mund të flasim sërish. Do ishin 4 shkolla të ndërtuara më. Me 1 milion euro ndërtohet i shkollë në Tiranë. Ishin 4 shkolla më shumë. 4 shkolla që ne i rrafshojmë, se do bëjmë i ditë koncert. 2 orë. Se sa do knoje të shëm si ka, nuk të shërben për të ardhmen. Shërben vetëm për një ditë marketing për Edi Ramën, nuk i shërben askujt tjetër. Pra nëse ne do flasim për formim shtetin, ne duhet ja nisim nga fillimi, mbështetje familje, mbështetje arsimi, mbështetje shëndetësie, si edhe sigurinë. Pastaj kismet në të dielën kënojmë. Ky është, ore, shumë mirë që bëjmë dhe qef. Po masi ketë siguruar mbijetesën, masi të kesh siguri që populli jot ka ti të ardhmen